Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë përditshëm komenti i shkrimit të shenjtë. Jemi në datën 5 korrik, kjo bie ditë e diel, ditë liturgjike, dhe në liturgjinë hyjnore ne lexojmë përpara ungjillit të pjesë nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Galatasve. Kapitulli 5, vargu 2 deri në fund, kapitulli 6, vargu 1 deri në vargun 2. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta interpretojmë sipas hetrave. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Edhe ata që janë të Krishtit i kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmitë të tij. Nëse rrojmë në frymë dhe duhet të ecim. Le të mos jemi burravec, duke provokuar dhe duke pasur smir njëri tjetrin. Vëllezër, nëse dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymor, lartësoni me frymë butësie, por ki kujdes veten tënde dhe mos të ndohesh edhe ti. Mbani barrët e njëri tjetrit dhe kështu do të përmbush ligjin e Krishtit. Sepse nëse dikush mendon se është diçka pa qenë asgjë, ai gënjen veten e vet. Le ta interpretojmë këtë pjesë të letrës së apostullit Pavlit dërguar Galatasve, varg më varg. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Etrit e kishës, si shënjan gojarë thekson se Pavli flet për frytin në njerëz, jo frytet, sepse të gjitha këto virtute ose fryte burojnë nga njëjti burim, shpirti i shenjtë ose fryma e shenjtë. Ashtu si një pemë e shëndetshme jep fruta dhe shpirti i njeriu i bashkuar me shpirtin e Perëndis prodhon këto virtute që i rendit apostulli Pavli. Shën Agustini mëson se dashuria është rrënja e të gjithë virtuteve, ku ekziston dashuria e vërtetë, për sa lindin edhe gëzimi, paqja dhe virtutet të tjera. Prandaj edhe listohet i pari në frytet e shpirtit shenjtë. Njeriu nuk e mat veten nga njohuritë fetare ose nga ritualet, por duhet ta masi veten nga karakteri i tij. Pyetja nuk është vetëm çfarë besoj, por çfarë fryti po jap në jetën time. Pra, ne duhet i bëjmë një lloj skaneri, check-upi jetës sonë shpirtërore dhe të shikojmë i kemi këto fryte të shpirtit shenjtë, që përmendet dashuri, gëzim, paqe, durim, mirëdashje, mirësi, besim. Nëse i kemi, atëherë jemi në një gjendje shpirtërore të mirë. Po nëse nuk i kemi, ne po gënjejmë veten tonë dhe duhet shkëputemi nga ky virtualitet shpirtëror dhe nga mendimi i lartë për veten. Por le të flasim edhe për vargun 23. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Shënqërili i Aleksandris shpjegon se ligji ndalon të keqen, por nuk ka nevojë të ndaloj virtutin. Gjithmonë ligji ka dalë për ndaluar një shkelje ligjore, por nuk ka ligj për të promovuar virtutin, sepse virtuti është i vetë promovuar. Askush nuk dënohet sepse është i dashur ose i mëshirshëm. Shën Vasili i Madh e sheh vetkontrollin si shenjë të lirisë së vërtetë. Ai që sundon veten është më i lirë se ai që sundon të tjerët, ose siç thuhet, ai që kontrollon veten ose gjuhën e vet është më i madh se ai që sundon një qytet ose ngjall një të vdekur, sepse ai është vetvetja ose kontrolli i vetes sonë. Shpeshherë neve duam të sundojmë të tjerët edhe qytete, por ne nuk sundojmë veten tonë. Prandaj, kur nuk sundon veten tonë, pse pretendon të sundosh të tjerët? Në një kulturë që shpesh nxit reagime të menjëhershme dhe kënaqësi të çastit, vetkontrolli dhe butësia janë shenja të pjekurisë shpirtërore. Pra, kur ne kemi këto, tregojmë se jemi të pjekur shpirtërisht, jemi si ato frytet e ëmbla ose frutat e ëmbla të cilat janë pjekur dhe janë të shijshme për çdo kush që i merr dhe i provon. Vargu 24 na thot: edhe ata që janë të Krishtit i kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmitë e tij. Shën Maksim Rufysi shpjegon se kryqëzimi i mishit nuk kupton urrëtitje ndaj trupit ose ta çosh trupin tënd ta gozhdosh me një kryq, por do thotë vdekje e pasioneve mëkatare. Shën Grigori Nisës thotë se betejë kundër pasioneve është një proces i përditshëm. Pra ne nuk mund të themi se u zhdukën pasionet. Pasionet janë atje si ai grami që është gjithmonë në tokë, por sapo del, duhet ta shkulësh. Kështu edhe neve nuk na zhduken pasionet derisa kemi këtë mish me veten tonë. Por ne duhet luftojmë me pasionet deri në frymën e fundit.
Kjo do thotë se të luftosh krenarin, lakmin, urrëtitjen, epshin dhe egoizmin është një punë e përditshme, nuk është një punë që ka mbaruar. Nuk është një ngjarje e vetme, por një disiplinë e vazhdueshme e jetës sonë derisa të mbyllim syt. Por le të flasim dhe për vargun e 25. Në qoftë se rrojmë në frymë dhe duhet të ecim. Kjo është e rëndësishme. Shën Ambrozi Milani thotë se nuk mjafton të marrësh jetë nga fryma, nga Shpirti i Shenjtë, duhet edhe të ecësh çdo ditë sipas saj, të frymëzohesh nga Shpirti i Shenjtë. Besimi nuk kufizohet vetëm në kish ose në lutje, thjesht në këto praktika, por fryma duhet na udhëheq në mënyrën se si flasim, punojmë, edukojmë veten, fëmijët tanë, të afërmit, trajtojmë njerëzit që kemi rreth e qark, pra është fryma e shenjtë që na frymëzon. Dhe na frymëzon kur ne e pranojmë dhe kur e kundërshtojmë atë. Le të flasim për vargun 26, që është i fundit për kapitullin e 5. Le të mos jemi burravec, duke provokuar dhe duke pasur smir njëri tjetrin. Shën Johan Gojardi thotë se krenaria lind rivalitetin dhe zilia shkakton ose shkatron bashkësinë, komunitetin. Ai që kërkon lavdi për veten nuk mund të ruaj paqen. Në epokën sot digjitale, të rrjeteve sociale, sot njerëzit kanë një problem. Pra ata duan pëlqimin, like-et nga tjerët, pra miratimin e njerëzve, dhe kjo bën që shpeshherë ata të nxjerrin foto ose ngjarje nga jeta e tyre, dhe këtë e bëjnë jo thjesht për informacion, e bëjnë që të rreqin vëmendjen, sepse kanë probleme me egoizmin e tyre, kërkojnë të mburren. Por kjo është një bumerang, sepse shpeshherë njerëzit që mburrin veten e tyre, ata dëmtojnë veten e tyre nga ziliqarët, nga çmierzit, dhe para rënies vjen gjithmonë krenaria, por dhe diçka tjetër. Apostulli Pavli në këtë varg kërkon që të nxjisë për ulësinë, të heqim dorë nga mburrja dhe nga provokimi në smir ndaj njëri tjetrit. Dhe vazhdojmë në kapitullin 6, vargun e parë, ku na thuhet: Vëllezër, nëse dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymor, lartësoheni me frymë butësie, por ki kujdes veten tënde se mos tundohesh edhe ti. Shikoni se Shën Johan Gojardi thekson se apostulli Pavli nuk thot dënojeni, por ngriheni. Qëllimi është shërimi, jo poshtërimi. Zoti nuk do vdekjen e mëkatarit, po do të kthehet mbetet jetë e gjatë. Ky është misioni që ka kisha, ky është misioni që duhet kemi ne, pra si besimtar, jo të gjykojmë dhe të dënojmë, por të shpëtojmë. Shën Isak Siriani shkruan se zemra që njeh dobësinë e vet nuk e gjykon me ashpërsinë tjetrin. Pse kur je vet i mëshiruar nga Zoti, si nuk mund të mëshirosh të tjerët, kur je i falur, si nuk mund të falësh të tjerët. Prandaj, në qoftë se neve falim të tjerët, siç thotë Shën Siloanoj, kjo tregon se jemi të falur nga Perëndia. Në kundërt, nëse ne jemi ashpër me të tjerët, pra kemi një zemër arrogante dhe zemër të ngurtë ndaj të tjerëve, hakmarrëse, tregon që as Perëndia nuk na ka falur neve, prandaj duhet të mendojmë për mëkatet tona para se të gjykojmë mëkatet e tjerëve. Kur dikush gabon, pyetja nuk është si ta turpërojmë, ta demaskojmë, por si ta ndihmojmë të rikthehet. Shpeshherë ne gabojmë sepse mendojmë se po bëjmë gjyqin e drejtë, por nuk po bëjmë gjyqin e drejtë. Thjesht është të kënaqim egon ton, çmirën ton, hakmarrjen ton, duke stigmatizuar dhe duke turpëruar të tjerët. Por le të flasim edhe për vargun e dytë, që është vargu i parafundit që lexojmë sot: mbani barrat e njëri tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit. Shën Augustini thotë se ligji i Krishtit është ligji i dashurisë. Të mbash barën e tij do thotë të mbash vuajtjen, dobësinë dhe nevojat e tij, që është ai që është afër teje, jo thjesht njeriu që ti e njeh ose ke lidhje farefisnore. Pra, kjo mund të nuk kuptoj të dëgjosh dikë në vështirësi, të ndihmosh një familje në nevojë, të falësh ose të mbështetësh dikë që po kalon një sprov dhe kërkon ndihmën tënde. Pra, mos ish indiferent ndaj tjetrit. Ashtu si shikojmë dikë që ka një peshë të rëndë në dorë dhe mezi e ngre dhe ti shkon dhe ndihmon, kështu duhet bëjmë edhe për barrën e problemeve shpirtërore ose edhe gjendjeve emocionale ose dhe problemeve sociale. Po le të flasim edhe për vargun e tretë, që është vargu i fundit për sot, sepse nëse dikush mendon se është diçka pa qenë asgjë, ai gënjen veten
e vet. Etrit e kishës, për shembull, Shën Efraim Siriani mëson se krenaria është verbëri shpirtërore. Ai që njeh vërtet Perëndim bëhet gjithnjë e më i përullur. Shën Joan Kasiani e quan porosinë themelin e të gjithë virtuteve. Prandaj njerëzit mund të jetë të suksesshëm me dituri ose fetari, por nëse nuk e sheh veten më poshtë se tjerët, por e shikon veten mbi të tjerët, rrezikon të bie në mashtrim. Porosia nuk është të nëvlerësosh veten, por porosia është të pranosh se çdo dhunti që ke ti nuk është, që të kontrollosh të tjerët ose ta vendosësh veten mbi të tjerët, por është një dhuratë e Perëndis që ti duhet ta menaxhosh për të tjerët me porësi. Sipas etërve të kishës, ky fragment paraqet rrugën e pikurisë së krishterë. Frymëma e shenjtë formon karakterin përmes virtuteve që ne i cilësuam sipas listimit që bën Apostulli Pavli: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbucia, vetë kontrolli. Pra, ky është skaneri shpirtëror që ne duhet t'ia bëjmë vetes. Lufta kundër pasioneve është e përditshme. Nuk është diçka që nisi sot dhe mbaron, por vazhdon deri në fund. Porosia është mbrojtja ndaj krenarisë. Besimtari nuk gjykon, por ndihmon atë që ka rënë. Dashuria nuk mbetet thjesht një teori, ajo shfaqet duke mbajtur barën e tjetrit, pra është një veprim konkret. Jeta në frymë duhet të shihet në sjelljen e përditshme, jo vetëm në fjalë ose thjesht në njohuri fetare. Ky interpretim është në përputhje me gjithë traditën patristike, veçanërisht me komentet që ne i cituam të Shën Jeroboam, Shën Augustinit, Shën Vasilit të Madh e të tjerëve, të cilët shohin këtë pjesë si një thirrje për transformim të brendshëm, një dashuri konkrete ndaj të afërmit dhe ecje të vazhdueshme në frymë të shenjtë që e shfaq veten e vet nëpërmjet fryteve: dashuri, gëzim, paqe, zemërgjërsi, ëmbëlsi, mirësi, besim, vetëpërmbajtje. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por takuam në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.